Sërish, po takohemi ashtu si që kemi paralajmëruar si sindikate punëtorëve dhe kemi bërë thirrje që greva jon ka filluar nga sot zyrtarisht. E kemi njoftuar të gjitha institucionet përmes komunikatës tonë publike, duke respektuar ligjin për grevat. Prej sot jemi në grevë 2 orëshe. Me herët kemi hyrë në edicion të lajmeve, kemi hyrë në vendin e punës tonë, ku punojmë çdo ditë, për me shpreh pakënaqësinë tonë, po hymë në muajin e dytë, pa asnjë sinjal, nga askush. Andaj, injorimi i kërkesave tona, na ka sjell deri këtu. Na kanë injoru kërkesat si sindikat, kemi bërë thirrje me herët kuvendit, u shpërbë kuvendi, tash po bëjmë thirrje të qeveria, të kryeministri Kurti. I bëjmë thirrje kryeministrit Kurti që të ndërmarrë veprime të menjëhershme ligjore dhe gjej zgjidhje, sepse ka zgjidhje ligjore. Gjatë kësaj kohe unë kam takuar avokat, njohës të ligjit dhe me janë prezantu disa nga format që mundet qeveria e Republikës të Kosovës me ndërmarrë shumë shpejt, që nuk bien kundërshtim me ligjin, që janë ligjore. Prandaj, kjo mbetet në vullnetin e qeverisë dhe kryeministrit Kurti për të gjetur ndonjë zgjidhje. Ne shpresojmë, besojmë që do të gjendet së shpejti një zgjidhje, sepse situata, e kam thënë disa herë, çdo ditë e më shumë po shkojmë afër kolapsit. Jo që e dëshirojmë ne, po na pamundsohet me dalë mi kry punë tona me kontratë. Para mendoni, shumë prej kolegëve tanë nuk i pyet kjo situatë, sepse a kanë para për të mjekuar nga smundje të ndryshme, a kanë para për kredit, për bankat, për obligimet, a kanë para për të sjellë fëmijët e tyre në shkollë. Mos harroni, është diçka që nuk na pyet neve. Janë fëmijët tanë, e mira obligime. E aq më kryesorja është RTK-ja, televizioni vetëm publik. Edhe një herë po bëj thirrje te qeveria e Kosovës që të bëjnë zgjidhje ligjore, sepse mundën me bë zgjidhje ligjore. Mos na sjellën në situata të tjera. Ne kemi mbajtur edhe një mbledhje si sindikat, ne jemi konsultuar dhe së shpejti në fund të kësaj jave do t'ju njoftojmë për masa të tjera. Fillimisht kemi shku me grevë 2 orëshe dhe nga fundi javës do dalim me qëndrime për të vazhduar tutje. Greva nuk do të ndalet, do të vazhdoj çdo ditë. Ne, nëse nuk bëhet një zgjidhje, do të kërkojmë që të pezullohet mbulimi i fushatës elektorale, jo prej qefit, prej dëshirës. Dikush mund të thotë sepse kjo nuk është ligjore, nuk është edhe ligjore me i lanë 700 veta pa pagat që 12 ditë. Nëse kur jemi të zbatimi i ligjit. Ne do të bëjmë thirrjet nëse nuk kemi përgjigje nga qeveria. Do të bëjmë thirrje dhe do të marrim vendim që fushata elektorale të mos mbulohet, por edhe të gjitha ngjarjet që janë me karakter politik. Nuk jemi dalë këtu me adresu fajtori se kush qysh tek, jemi dalë këtu me kërku drejtën tonë ligjore, që na takon me kontratë. Andaj, pasi kuvendi i Republikës nuk është më, atëre kërkesat tona janë të drejta dhe legjitime drejtuar qeverisë të Republikës të Kosovës për me ndërhyj me gjetë zgjidhje ligjore. Nga fillimi kur i kemi organizu protestat për çështjen e vetme, pagën tonë që kemi me kontratë, kemi thënë, kërkesa e punëtorëve dhe jona nuk është politike. Ne nuk bëjmë protesta politike. Ne jemi duke bërë kërkesë, protestë dhe grevë për atë që na takon me ligj. Andaj, është mirë
asnjë institucion, asnjë parti politike të mos ta përdorë RTK-n për qërim të hesapeve. Qërimi e hesapeve mund ta bëjnë jashtë RTK-s. Ne po kërkojmë një të drejtë themelore që është paga dhe nuk po kërkojmë diçka tjetër. E kanë thënë edhe në protesta tjera po i bie si ripërsëritje. Vend si të dalim si sindikat të kërkojmë rritje të pagave dhe të buxhetit, miratim të ligjit të ri, shihni në çfarë pronash, në çfarë objektësh e zhvillojnë punën kolegët tanë, me kushte minimale. Vend si dalim protestojmë për përmirësim të kushteve, për miratim të ligjit të ri, për zgjidhjen e përhershme të pavarur të financimit të RTK-s, ne kemi dalë me i kërku pagat që na takojnë me ligj. Ju njoftojmë së shpejti për masat që do të ndërmarrim në fund të kësaj jave, keni me qenë të njoftuar. Ne do të qëndrojmë tash këtu 2 orë dhe në për krejt hapësirat e televizionit, kemi bërë thirrje që punëtorët të mos i përgjigjen punës për këto 2 orë. Fillimisht kemi shku me 2 orë dhe në të ardhmen e afërt do të arrisim këtë me orë, do të shkojmë në 2, 3 dhe varësisht prej situatës do të marrim edhe masat e tjera edhe më radikale të lejuara me ligj për organizim sindikal dhe me ligj për greven në Republikën e Kosovës. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë për pjesëmarrje, ne do të qëndrojmë këtu, edhe ju qëndroni sa të shihni të arsyeshme. Njëra Asociacioni Gazetarët Kosovës qëndron në solidaritet të plotë dhe mbështetje me gjithë kolegët gazetarë të RTK-s në këtë fazë të re të protestës kundër situatës, pra në kundërshtim të situatës që i ka lënë 700 punonjës e saj dhe familjet e tyre pa paga. Kjo është një situatë e pa precedent, e pa pranueshme për transmetuesin publik, gjendja në të cilën gjendet. Ne e përkrahim grevën e sotme, përkrahim edhe masat e tjera në të ardhmen që sindikata mund t'i marrë, duke përfshirë, siç u përmend, edhe nga gëzimi, bojkotimin e fushatës zgjedhore që do të ishte në fakt hapi minimal edhe i ngjarjeve politike. E theksojmë edhe njerë si AGK, siç kemi thënë në të kaluarën, ka vetëm një adresë të përgjegjësisë, është Qeveria e Kosovës, gjithçka është në dorën e kryeministrit Kurti dhe ministrit të financave Hekuran Murati, që tashmë kanë edhe një përparësi për të ndërmarrë hapa, pasi që nuk janë më ligjërisht deputet të Kuvendit të Kosovës, janë vetëm kryeministri në detyrë dhe ministri i financave në detyrë, pra akoma më shumë një argument për të marrë një vendim për të ndarë buxhetin edhe një herë së paku për këta 3 muaj për gjithë punonjësit e RTK-s. RTK në fakt është, siç u tha, afër kolapsit. Shpresoj që ky nuk është interesi në fakt i qeverisë Kosovës që ta shoh të kolapsoj dhe të dështoj transmetuesi publik, pasi që transmetuesi publik është një vlerë për shtetin e Kosovës. Ndërtimi i tij pas luftës është një vlerë. Ne gjithashtu shohim me keqardhje dhe vazhdimin e presionit politik edhe të ndikimit politik të partisë politike vetëvendosje në RTK. Edhe në këtë fazë, pra, sidomos në edicionin qendror të lajmeve, është e qartë që vetëvendosje ka ndikim në politikat redaktuese të RTK-s dhe thirrja e AGK-s është që të ndalohet ky presion politik dhe financiar me mosmarrjen e buxhetit ndaj RTK-s, që gazetarët e televizionit publik, punonjësit e tjerë të lihen që ta bëjnë punën e tyre të papenguar në të mirë të interesit publik të gjithë qytetarëve të Kosovës. E sigurojmë gjithë punëtorët e RTK-s që Asociacioni Gazetarët të Kosovës do të qëndrojë me ta për krah tyre gjatë gjithë kohës deri në realizimin e kërkesave që janë minimale dhe bazike, e që është buxheti dhe pagesat për pagat e tyre.